krimëri, e shtërmalli jam bojalli, me syte jellët me plot shkëndi. Unë jam këtu kur s'kish njeri, as kish kufi, as qinjeri. Unë jam këtu kur nga një det në tjetërin det, isha sot det. Unë jam këtu e këtu do t'i jem, den baba den, qenë sa mali bëhet hije i rimal për sëri. Shton jetona, tjelirin bitro jetona, reze karta mbi fusha kanë ra. Lodha sot në mbretërin time, në përsheku i ligjerime, kur mbi gur sot u bën kalat. O, sot ka fest Kosova, gëzimi i madh në zemrat tona. O, sot ka fest Kosova, kem pjellur me plumba, fejnë dezur për shtatë trimëri. To kem pjellur me bura, shekujve të rënë për liri.
Moshta kthehesh I varfër e do vuash. Jo, nuk do të iki nga kjo shtëpi, e as të praktisi tokën babai. Jo, nuk dua të iki nga fshati, duke lënë vetëm varin e vëllarit. Mos t'ja kthe shpinën, nënës të mirë, se do I shkoj jeta duke të pritur në derë. Mos e le djersën tënde në dheun e huaj, do jesh plak, gjithmon trupi Y do vuaj. Jo, nuk do të iki nga kjo jetë e varfër, as në dhe të uaj, s'dua t'jem e pasur, s'dua t'i lë pa gëtit, pa kullota e pa uj. Dua të vdes këtu e jo në dhe të huaj. Daluni Kosovar, në tokën tuaj, mos ikni në perëndim, mos shkoni në tokën e huaj. Kur beti është hel, për shpirtin e sulmon, do jesh I përmalluar, shpirti do të lëngon. Mos e le Kosovën, e mjerë të vdes e gjallë, do ta dënoj ikja juaj, për ju do të ketë mall. Fëmija do të më flasin gjuhën e nënës, do të qajnë e të këndojnë shqip, të rriten, të martohen me tradita shqiptare, të jetojnë si shqiptar me këngë e valle. Më mirë jetoj varfër në dheun e babës, mos e le ta mbys loken malli I nanës. Kosovë dashur, po të ikin fëmijët tuaj, mos rënko kur populli Y do të vuaj. Jam I varfër, po I lumtur në dheun tim, nuk e lë vendlindjen e të ndjehem jetim. Nuk dua të më dënoj gjoku I vllau tim dëshmor. Jo, kur nuk do të iki, s'do të praktisi ti Kosovë. Ilaç nuk po gjej, ta qetësoj pak veten, ndaj ditë e natë në heshtje po tretem. Ngushëllimi dhe shpresa morën aratin, këtu në tokë të huaj, në të ziun mërgim. Erët që ka jeta, ashtu si kurse nata, në këtë rrugë kur beti, këtë rrugë të gjota, vuajtjet, I dhërimet, as pak s'pas kam varim, për mua të mjerën, këtu largë në mërgim. Ju që dëshironi të shkoni andej, jeni duke shkuar në vend pa adres. Kur të ktheheni në Kosovë, një jetë e re do t'ju pres. Të nderuar mysafir, prind, mësimdhënës dhe nxënës, mirë se keni ardhur në kremtimin e 7 vjetorit të pavarësimit të shkollës tonë. Me interpretimin e këtyre vargjeve nga nxënësit Elmedina Osmanaj dhe Njom Zagashi, Mosik, pasqyruam gjendjen aktual në Kosovë dhe përçojmë një mesazh se atë dhe ujit është e kaluar dhe ardhmja jonë. Përndet të kësaj kremte, nxënësit dhe arsimtarët e shkollës tonë kam përgatitur një program të shkurtur dhe modest kulturo-artistik. Në vijim, për një fjalë përshëndetse, do ta merr fjalën drejtori I shkollës tonë, zotri Florim Gashi. Të nderuar prindër, nxënës dhe arsimtar, të nderuar familje të dëshmorëve dhe martirëve të luftës, veteranë të shkollës tonë, anëtarë të Këshillit të Prindëve dhe jo rastisht e kam lënë në fund për të përshëndetur kolegët dhe kolegët e mi, drejtoreshat dhe drejtorët e shkollave të komunës së Prizrenit, me të cilët kemi bashkëpunim dhe përzemërsisht I përshëndes për pjesëmarrjen dhe kohën që kanë gjetur për të na nderuar. Një falënderim I veçantë shkon për 2 prindrit njëherët anëtar të Këshillit Drejtues të shkollës, nga radhët e prindërve Alush Kryezju dhe Selim Gashi, të cilët në mënyrë vullnetare
për kujdesen për mirëmbajtjen e shkollës tonë. Njëri për dekorimin e oborit të shkollës dhe tjetri për mirëmbajtjen brenda të shkollës. Gjithashtu shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe të gjithë arsimtarët e shkollës tonë për punën e palodhshme që janë duke bërë në arsimimin e shumë gjeneratave të shkollës tonë. Unë nuk kam më shumë për të shtuar përveç se ju dëshiroj çast të këndshme në programin kultur-artistik të përgatitur nga nxënësit dhe arsimtarët e shkollës tonë. Ju faleminderit për ndëgjimin. E falenderojmë drejtorin e shkollës për këtë prezantim. Falenderimi përshëndetës nga Këshilli i Prindërve. Me rastin e ditës së shkollës, të dashur nxënës dhe arsimtar, ju uroj me gjithë zemër këtë ditë të shënuar. Dita e shkollës ka se suksesi juaj është edhe kënaqësi dhe krenari. Dhe për këtë neve prindërit dhe dëshirojmë që këto suksese të vazhdojmë dhe në të ardhmen. Me respekt, Këshilli i Prindërve në fshatin Kushtrim. Tani do të vazhdojmë me një këngë të interpretuar nga nxënësit e klasës së parë dhe të dytë me titullin Abetarja. Shkronja botave, me ty mendje laktësoj, me ty zemrën e gëzoj, bëhen zoge fluturoj, abetare. Lete bukur, bukur, dora ime sa e lumtur, hap një faqe ke një flet, në për shkronja botave, me ty mendje laktësoj, me ty zemrën e gëzoj, bëhen zoge fluturoj, abetare. Abetare, abetare, si ma djeli, në dritare, ke në fjallë të kuptim, ju e nashte vetë Abetare, abetare, si ma djeli, në dritare, ke në fjallë të kuptim, ju e nashte vetë në për shkronja botave, me ty mendje laktësoj, me ty zemrën e gëzoj, bëhen zoge fluturoj, abetare. Lete bukur, bukur, dora ime sa e lumtur, hap një faqe ke një flet, në për shkronja botave, me ty mendje laktësoj, me ty zemrën e gëzoj, bëhen zoge fluturoj, abetare. Abetare, abetare, si ma djeli, në dritare, ke në fjallë të kuptim, ju e nashte vetë Abetare, abetare, si ma djeli, në dritare, ke në fjallë
recitime. Dueti Arnor Devishaj dhe Gentian Kryeziu, festa e shkollës. Dafina Goshi, dëshmorët. Dhe Agnesa Bytyqi, dita e shkollës. Ndërsa nxënësit e klasës së 7 interpretojnë dramën Ndërprerja e shkollimit të vajzave dhe nxënësit e klasës së 6 interpretojnë Vallën e Shotës. Shkollës, e bukur është festa që ne sot do të festojmë dhe në çdo vjetor ne do ta festojmë. Festën me shumë gëzime, urime ju mësues, kësa shkollës ime. E gëzofsh këtë ditë, ti moj shkolla ime, të dëshiroj nga zemra shumë vjetë urime. Vendi ku qem grollë të si, vendi që në jetë dashuri, vendi që në falë një ori, jetë i shkollë, plot madhështi. Dhe shkollës ime, këtë vargje ja kushtoj, dhe për shumote nga zemra ju uroj. Dita e shkollës time, sëri jetës ju ka folur, sëri jetës ju ka zhuar, me gjurin tuaj keni përdorur, neve për t'na mësuar, dy gjëra më të shtrejta, që unë një adhuroj, jam vendlindja ime, dhe shkolla ku mësoj, shkruaj ditët muajt vitet, askush në shkollë nuk mërzitet, ku asorës përsëritet, nga mësuesi, veç gëzimet priten, me ju mësuam gjuhën, por edhe historin, ta shturim shumë vargje, për këtë shqiptarin, si nxënëse kësaj shkolle, për këtu kur të largohem, nuk ju arrej kur, për këtë ju betohem. Dëshmorët, që janë të malet që ushtojnë, që janë të fushat që dëmojnë, pse këtu nëna po lutojnë, se fëmijët e tyre ranë dëshmorë, me harmë në dorë, unë nisëm për e shkollë, ta shqirojnë atë dhe unë, ta gëzojnë më dhe unë, fjallë e fundit, ama ne gjithmonë, fëmijët e ti në liri të jetojnë, unë nisë për liri, e dufta filloj, në dorën të Kosovës, pushkat ushtojnë, e në natë e shkreta, nuk di fëmijët e tyra jetojnë, kaluan dit muaj, edhe vjet, për të gjetur në na djalin, jetosh do dit me shpres, por dita kur i largua, nuk i qet kur për jet, pat si shatin, ty do të kujtojnë, vjesha e poezi, me zemër do t'i recitojmë. Sot fëmijët tanë do t'a përfundonin viti shkollor. A thua ti se me sa mund të kenë kaluar? Shpresoj që të kalojnë mirë. Edhe unë shpresoj, por nuk mbaj shpresat e Komeri, sepse ai këtë vit nuk e ka prej kur fare librin me dorë. Ka ardhur koha të përfundojmë vitin shkollor. Ndërnxësja që ka dalë me suksesshme është Aisha dhe vëllai i saj Omeri nuk pati sukses të mirë. Babi, sa e lumtur që jam sot, shikoj diftesën time. Bjera që të shikoj diftesën. Shikoje vajzën time, të gjitha lëndët me peshe, të lumë. Faleminderit baba. Të lumë. Ore ti, që që riko kullur, bjen diftesën që ta shikoj. Që në të gjitha këtë treshe, s'ta vjen turp nga motra dhe nga shokët e tu, turp të kesh. Më falë babi, nuk të gjëni ma, do bëjmë gjësi mirë, ta ja fjallën. Ik. O babi, pasi përfundua viti shkollor, do të më dërgojsh në shkollë të lartë që të bëjmë mësuese dhe të arsimoj fëmijët e popullit tim. Po jo, se do të flasin njerëzit. Po pse o babi do të flasin njerëzit? E që na intereson e çfarë flasin njerëzit? Njerëzit duhet ta shikojnë veten e tyre, e jo nëse çfarë bëjmë në shtëpinë tonë. Po mbyllë maj, pastaj do të dhe njerëzit, flasin koshit, fshati, lërkët muhabet punë që s'bëhet.
Njerëzit duhet ta shikojnë veten e tyre, largohu ore. Kanë mbaruar kohët e vjetra që I keni burgosur fëmijët e juaj në shtëpi. Nuk do ta zhëte pik. O babi, të lutem më dërgo në shkollë, mos më burgos jetën, o babi, të lutem. Nuk do ta zhëte pik. Ajshe, mirë se erdhët, e janë I brenda. Ajshe, do të vish në shkollë së bashku me ne? Çke, pse po qosh? Nuk më lë babaj që të vi në shkollë. Pse nuk të le babaj që të vish në shkollë? Apo frikohet që të të flasin njerëzit? Po, a I friksohet sepse të të flasin njerëzit. Ajde Ajshe, fjalët e popullit nuk ndalen. Po që na intereson neve për njerëzit që flasin, ne kalon me treshe, mi po regjistruam në shkollë. Po që të bëj unë, kështu ishte fatim. E Ajshe, të shkojmë te mosuesja, ndoshta na ndihmon diçka. Mosuese, prindit e Ajshes nuk e lënë Ajshen të vinë në shkollë, ajo është shumë e mërzitur. Në rregull, unë do të flas me prindit e Ajshes. Mirë se erdhe zonja mosuese, hyni brenda. Gjaja, se nuk e le Ajshen të vinë në shkollë të lartë? Si shoqet e tjera, Ajsha nxënëse e mirë dhe nuk duhet të ndash nga shoqet. Nuk do ta la, se nuk mund të mbylli veshët ka shi të tjerëve. Po prindit e mi, që më dërguan në shkollë, ata nuk u friksuan. Unë tani jam se një mosuese dhe I arsimoj fëmijët e juaj. Ajshe, të sjell një gotuj që të vish në vete. Base, prindrit e mi nuk e plotësuan dëshirën time e kasmoshme, që të bëhem mosuese dhe të arsimoj fëmijët e popullit tim. Mirëpo, dëshira ime nuk u plotësua. O bia ime! Ajshe, ju lutem të gjithëve, le t'i dërgojmë vazat në shkollë. Mos t'jetë fati si vazës time, mbase e mbyta me duart e mia.
Dita e shkollës, Ekzona Shala, jam nëna e dëshmorit dhe Anila Osmana i shkolla ime, ndërsa nxënësit e klasës së 8 interpretojnë vallen e Hamzi Asharit. Dita e shkollës, një gjë me rëndësi, një gjë me krenari, na vjen në shkollë me kaq bukuri, por si vala e tetit, por si zogun në fluturim, vjen dita e shkollës, plot gëzim, nxënësit tanë të gjithë pra përgatisin, për ditën e shkollës, një vallet janë nisim, me këngë valle recitime, bushur me plot gëzime lumturi, festa bukur e tani. Jam nëna e dëshmorit, varfri, për t'i s'kam jes mu bëjeta, pa djall, pa shpresë se vet me beta, unë s'kam buk, s'kam asuj me pi, më gastri për Tokyo e mirë varfri, zgjoj meret pangrën, dalë dhe kërkoj, tërtit është lej në trotuar, veten e dënoj. Po ku më mbeti gjaku, i beri tim dëshmor, si s'ke më qirë për mu, unë ta fola ty Kosovë. Birim, ka të vranë gjaku i të njëm, mirë që s'mu shesi po vojnë në këtë Kosovë, kërkoj lëmosh, sa për të blerë një buk për kafshat, e fati tim, kur në tjetër mos pas, jam nëna e dëshmorit, lypse me ndirë, si as kush nga kjo Kosovë, s'mo trokiti në derë, me ndimin e djalit të vrarë, qajnë në trotuar, i mallkuar që gjaku i birit tim, tratar! Falenderit! Shkolla ime, posa të zbardhi drita, i marr librat me nxitim, nisëm për në shkollën time, që marr dihet dhe mësim, vendi ku gjajmë gotësi, vendi që na jep dashuri, vendi që na fal plot njohuri, jeti shkollë, plot madhështi, marrim këngën më të bukur, presim mësuesin për me ardh, lume lumë është shkolla ime, ti për neje fati bardh, se cili arsimtar në fal drit, dituri e këshilla në jet, që të bëjmë i të urë të mirë, por osin të qëm në vend, kur të rritem do kujdesem, për prind e gjithë njerëzin, fshati tim do t'i fal tjersën, që të jetë gjithmonë i lirë.
Veç asaj
Mirjeta Goshi reciton poezin Ajo dhe ajo, kushtuar femrave shqiptare, ndërsa nxënësit e klasës së 7 interpretojnë vallen Vjela e mollave. Derisa unë, orën mësimore ta shënoj, ju shpletoni, se do t'ju notoj. Kujdestar, a mungon dikush? Asani, Hyseni, Lushi, Askushi, edhe Shpuza. kush më ka ikur nga ora sot, do ta paguaj me kokë. Mirë pra, fillojmë. Ku ishte në shkruar? Deklarata e pavarësisë. Hajde ti? Deklarata e pavarësisë, unë shkruaj në fund fletës më sem. Ulu! Mirdita, ku ishe ti? Mësuse, ma ka quni djallë prend, se dash me akshir fotut, muna Luisia. A me tjenë të takosh për shkolla? Pse, shka ka lidhje? Shkollën e bakë tënde. Mësuse, anë bon kanë karik. Karik! Vazhdoj me pyetjen e dytë. Cili është shkaku kryesor për dështim? Hajde ti? Shkaku kryesor për dështim zakonisht janë testet. Çfarë nuk mund të ham në mëngjes? Hajde ti? Suse, në mëngjes nuk mund ta hajmë drekën edhe darkën. Ulu! Si mund e tjeliri të qëndrojnë 8 nek pa gjumë? Pa problem, duke thjetur ditën. Kush e di se në cilin vit ka lindur Skënderbeu? Ja, nxënësi i mirë dallohe. E ju të tjerët ku jeni? Klas! Mësuse, e me pësh leje më shku në WC? Ja, nuk ban, ulu! Hajde ti, s'qo dhe fërmoni fjalin. Lulja u shua në 2 natës. Çka është këtë ras Lulja? Budalit. Më falni pak, kam një telefonat e rëndësishme, më duhet të përgjigjem. Ube, ma lishoj. Çka ta qoj? Bateria mësuse. Hajde ti? Suse, a dënoj dikush për diçka që se ka bërë? Jo, asnjëherë. Atëherë, se besoj se do të më dënosh mua për detyrat që nuk i kam bërë. Pas kam marruar t'i kontrolloj detyrat. Fletojt mbi banka, do t'i kontrolloj tani. Si kam bërë? I ke bërë gabim detyrat e shtëpis. Thuaj babit le të vi. O mësuse, po çfarë ka papi? Mu detyrat mi bëri mami. Hajde ti, mi thuaj notat e muzikës. Do, re, mi, fa, so, la, si, do. Do t'i kallim piti, la de lomës, do ja mëri mo krejt, pare t'babës. Qëtë si thash, ullën e
s'kemi, ju s'keni, ata ato s'kan. Cila ko është kjo? Valaj ti mësuse, koha i sa Mustafës, na myti. Ulluni! Qka është Rena? Ajde ti? Rena është pjesë e dyshueshme ligjëratës që të nxjerrë për situatës. Qka do të kishte ndodhur? Po të mos ekzistonte Rena. Po mos kishte ekzistuar Rena, djemt kishin met pa femna. Në Qka ju e? mesazhi mësuse. Kush është budall? Let ngritet në këmbë. Ti, se u ngritet në këmbë, e konsideron vete budalla? Pa mësuse, mu dhim se të lija vetë, prandaj u ngrite me këmbë se po e shasri. Ti tallesh me mua? Mos të ndodhe dhe njerë, sepse e pëse unë keq. Tani ullu dhe mos bëj shurm. U kuptua? Sa bëjt 2 plus 2? 2 plus 2, prit pak mësuse. Ja? E gjeta 4. Ullu, 5. Oh, e dita qka me në 5, po s'desha me tregu. Shka është biologjia? Ajde ti? Biologjia mësuse është shkencë, me ikë prej ore, me shku me blea kullore, e kur s'kemi pare me ype me këshyrë për dritare. Si e ki emrin ti? Se gjëshi jem, Po gjëshi ju si e ka emrin? si unë, Po ju të dytë si e keni emrin? njen, Ullu! Se nuk flet peshku? Ajde ti? Mësuse, edhe ty me ta shty kërtnuj nuk mundesh me fol. Se mësuesit e biologjisë janë të shkurtër. Ajde ti? Janë të shkurtër, sepse ato mundojnë të imitojnë mikrobet. Çka është rryma? Ajde ti? Rryma është në gjini femërore e cila nuk guxon të preket me dorë. Më thuani, nga fillon lufta e parë botërore dhe ku mbaron? Ajde ti? Lufta e parë botërore fillon nga faqja 52 deri në faqen 63. Kur u zbulua, se toka rrotullohet. Ajde ti? Se toka rrotullohet, u zbulua nga një njeri kur ishte i dehur. Tras. Çka është opera? unë pse. Ajde ti? Opera është kur njeriu të cilit ja ka futur thikën në shpinë, këndon vend se me vdek. Sa është larg? Lutoni për diellit. Ajde ti? Atë sa është larg, klubi futbollistik Liria për ligëve të kampionëve. Në një pep janë 5 zogjë. Një gjahtar qëllon me çifte dhe vetë 3 zogjë. Sa zogjë mbeten në pep? Ajde. 2 zogjë, mësuese. Bravo, e gjete. Kundërshtoj mësuese, në pem nuk metën asnjë zogë se u trembën nga zhurma. Bravo, më pëlqen logjika që përdor. Çfarë ndodhi? Më thëm këtu, ndash edhe këtu. Facebook. Në fund, nxënësit e mi, po a lën një porosi. Ndashit ju, për me kalu, duhet nga pak me mësu. Nga se unë jam duke u pleqnu, dikush nga ju, duhet me më zavendësu.
Shkam ke po maj zemër ti, shkam ke po maj zemër ti, asnjë natë s'kam gjunësi, asnjë natë s'kam gjunësi. Ditën shteje natën ri, ditën shteje natën ri, o veç te ki nëndja mëri, veç te ki nëndja mëri. Lunja në qëtë gati, o veç me pas për bukuri, veç me pas